Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Betohem në këtë qytet. Betohem në këtë qytet dhe ti gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në ata që lindën prej tij. Allahu i lartësuar betohet në qytetin e sigurisë, në Mekën e nderuar, që është absolutisht vendi më i shenjtë dhe më i nderuar në botë. Pranësia dhe shenjtëria e saj ishte më e madhe sidomos në kohën kur profeti i zgjedhur i Zotit, Muhamedi Asa, ishte në të. Për këtë arsye, Allahu i madhruar betohet në Mekën ku në të ishte profeti Asa. Ai betohet gjithashtu edhe në Ademin Asa dhe pasardhësit e tij. Por për çfarë betohet i lartësuari? Arsyeja e betimit vjen më poshtë, kur Allahu i madhruar thotë: "Pasin e të, ti je i lirë o Muhammed." U tefsiru sure El Beled ajeti dhe betohem në ata që kanë lindur dhe lindën. U tefsiru sure El Beled ajeti na e krijuam njeriun që të luftojë në vështirësi për të dy jetërat. Vërtet, ne e krijuam njeriun për vështirësitë e njëpasnjëshme. Ky ajet mund të shpjegohet në dy mënyra. 1. Njeriu është krijuar për të kaluar në provat e njëpasnjëshme në jetën e dinjas, në jetën e varrit dhe në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, atij duhet të punojë shumë për t'i lehtësuar vetes këto vështirësi dhe për t'i mundsuar arritja e lumturisë së përjetshme në kënaqësinë e Zotit. Nëse nuk e bën, atëherë ai ka për të qenë i rrethuar nga vuajtjet e vazhdueshme derisa të përfundojë në ndëshkimin e përjetshëm në ahiret. Njeriu është krijuar për vështirësitë e njëpasnjëshme, domethënë, ai është krijuar i fortë dhe i aftë për të përballuar çdo punë të vështirë dhe të rëndë. Megjithatë, ai nuk tregohet falënderues dhe mirënjohës për këtë mirësi të dhuruar nga Zoti i tij. Përkundrazi, fuqinë dhe aftësitë e tij ai përdor me arrogancë, duke u treguar mospërfillës ndaj Zotit që e ka krijuar. Me ignorancën dhe padrejtësinë e tij, nga të cilat është i prirur, ai mendon se kjo gjendje do të jetë e vazhdueshme për të dhe kur nuk do t'i largohet, por i lartësuari thotë: "A mendon ai se askush nuk mund t'i bëjë gjë? A mendon ai se askush s'ka fuqi mbi të? A mendon njeriu se nuk do të mbështet kurrë, prandaj tregohet arrogant, prandaj lëvdohet ndër njerëz për pasurinë që ka harxuar në përmbushjen e epsheve të tij. Ai thotë, kam shpenzuar pasuri të pamas. Ai thotë, me mburje, unë kam shpenzuar shumë pasuri. Domethënë, ka shpenzuar pasuri të madhe në përmbushjen e dëshirave të tij të liga. Kur flet për shpenzimin e pasurisë në harame, Allahu i lartësuar përdor shprehjen e lekëmalën, që saktësisht do të thotë kam prishur, kam shkatëruar shumë pasuri. Pra, shpenzimin e pasurisë në harame Zoti e ka konsideruar si të shkatëruar e të hedhur kot për shpenzuesin, sepse ajo pasuri i sjell shpenzuesit veç se trishtim, varfërim, lodhje dhe dëshpërim. Ndryshe ndodh me atë që shpenzon pasurinë për të arritur kënaqësinë e Allahut. Ky person ka bërë tregti shumë fitipërse dhe lumturuese me Allahun bujor dhe të gjithëmshirshëm. Ai ka për të fituar shumë fish nga ajo që shpenzon për hir të tij. Me pas, duke kërcënuar ata që shkatrojnë pasurinë e tyre për përmbushjen e epsheve në harame, Allahu i lartësuar thotë: "Vallë, a mendon ai se nuk e ka parë askush? A mendon ai se nuk e ka parë askush?" Pe çudit se si mendojnë këta të mjerë që veprojnë në këtë mënyrë. Mos, vallë, mendojnë se Allahu nuk i ka parë dhe nuk di për veprat e tyre, të mëdha apo të vogla qofshin. Pe çudit se mos mendojnë ata se nuk kanë për t'u llogaritur edhe për gjërat më të impa. Jo, përkundrazi, e vërteta është krejt ndryshe dhe shumë e hidhur për ta. Allahu i gjithditur dhe gjithshikuesi ka parë të gjitha. Ai ka regjistruar dhe ruajtur veprat e tyre. Për çdo njeri, ai ka ngarkuar 2 melek të ndershëm dhe shkrues besnik. Çdo gjë që robi ka vepruar, të mirë apo të keqe, është regjistruar me saktësi në librin e vet. Me pas, Allahu i madhruar i kujton njeriu mirësitë që i ka dhuruar, me qëllim që të mendohet mirë për zgjedhjet që bën. Ai thotë: "A nuk i ja kemi dhënë 2 sytë? A nuk i dhom atij 2 sy edhe gjuhë e 2 buzë?" Zoti e ka zbukuruar njeriu me këto mirësi, me qëllimin gjithashtu që të shikojë dhe të flasë. Ai ka dhuruar edhe plot mirësi të tjera, të domosdoshme për njeriu. Këto janë mirësitë e dunjas, ndërsa për mirësinë e besimit dhe të fesë, ai thotë: "Edhe gjuhën edhe 2 buzët." U tefsiru sure El Beled ajetet. Dhe të mirën e të keqen ja kemi shpjeguar? Dhe a nuk i ja treguam atij të dyja rrugët? Zoti ja ka sqaruar njeriu të rrugën e drejtë nga e gabuara nëpërmjet shpaljeve dhe profetëve. Për këto mirësi, robi duhet të jetë mirënjohës ndaj dhuruesit dhe të angazhohet maksimalisht për të plotësuar detyrimet ndaj tij. Ai duhet që të shfrytëzojë këto mirësi për të kënaqur Zotin dhe jo për të plotësuar dëshirat e veta në harame. Por këta lloj njerëzish nuk veprojnë në këtë mënyrë, siç thuhet më pas. Përse nuk është përpjekur të kapërcejë vështirësitë. Por ai nuk zgjodhi rrugën e drejtë dhe të vështirë. E ku e di ti se ç'është rruga e drejtë e vështirë?
Ata nuk ndjekin rrugën e drejtë, sepse u pëlqen të përmbushin dëshirat e veta. Rruga e drejtë është e vështirë për ta. Me pas, Allahu i Madhruar e përshkruan këtë rrugë të drejtë, të cilën të shfrenuarit në harame e konsiderojnë të vështirë për ta ndjekur. E kush mund të shpjegojë që është vështirësia për të punuar veprat e mira? U tefsiru sure El, Belet, ajet 11. Me liruar skllaven nga skllavëria. Ajo është lirimi një skllavi, lirimi nga skllavëria bëhet ose duke e bler lirinë e një skllavi, duke paguar shumën e kërkuar nga zotëria e tij, ose duke e ndihmuar të ashtu quajturin El Mukatib në pagesën e një pjese të çmimit të lirisë së tij. Te Mukatib quhet ai skllav që ka rënë dakord me padronin për ta bler lirinë e vet kundrejt një shumë të caktuar. Padyshim, në lirimin nga skllavëria bën pjesë edhe lirimi i muslimanëve të kapur nga qafirët, madje kjo është më parsorë për t'u marrë në konsiderat. Ose me ushqyer kur bredhuria të urrët. Ose dhe një ushqimit në kohë kur mbretëron uria ndonjë jetimi që është i afërt, ose ndonjë të varfëri, të cilën e ka dëshpëruar varfëria, të japësh ushqim dhe ndihmë pikërisht në ditët më të vështira, ku njerëzit janë shumë në nevojë. Ndihmën duhet ta përqendrosh më shumë në një kategori të caktuar njerëzish, siç janë jetimet, sidomos jetimet që i ke edhe të afërt në fis. Të ndihmosh njerëzit sipas nevojës dhe afërsisë farefisnore ka shpërblime të mëdha. Allahu i Madhruar na nxit gjithashtu për të ndihmuar niskinën me trabe, që fjalë për fjalë do të thotë një të vobekt që nga nevoja e madhe është shtirë për dhe. Kështu ne duhet të jemi bamirës ndaj krijesave pa mbështetje dhe që janë në nevojë. Pastaj Allahu i Madhruar jep një tjetër këshill të vyer, duke thënë: "Bonjakun e afërm." U tefsiru sure El, Belet, ajet 14. Ose të varfërin e mirë. U tefsiru sure El, Belet, ajet 14. E pos këtyre të jetë nga ata që besojnë, të cilët njeri tjetri japin kur ajo për durim dhe kur ajo për mëshirë. Dhe të bëhesh prej atyre që besojnë, që këshillojnë njeri tjetrin për durim dhe që këshillojnë për të mëshiruar. Allahu i Madhruar urdhëron për të patur këto cilësi të mrekullueshme, një besim të vërtetë dhe të sinqertë në gjithçka që duhet besuar dhe të cilën Zoti e ka shpallur nëpërmjet profetit të tij. Veprat e mira me plot kuptimin e fjalës të mira. Që puna të jetë mirë, ajo duhet të kryhet me sinqeritet për të kënaqur krijuesin dhe me mënyrën e përcaktuar nga krijuesi, qoftë vepër e detyrueshme, qoftë e pëlqyeshme. Të këshillojmë njeri tjetrin për durim në të trija aspektet e tij kryesore, durim për të zbatuar porositë e Zotit, durim për të ruajtur dhe larguar nga ndalesat e Zotit dhe durim ndaj caktimit të Zotit mbi ne, duke e pranuar të kënaqur këtë caktim pa ankesa dhe rebelim. Ne duhet të këshillojmë njeri tjetrin për nënshtrim dhe vazhdimsi në rrugën drejt kënaqësisë së Allahut të Madhruar, për qetësi dhe siguri të plotë në ndihmën dhe mbështetjen e afërt të tij. 4. Të këshillojmë njeri tjetrin për të qenë mëshirues dhe të butë me krijesat, duke ndihmuar nevojtarët, duke mësuar të paditurit, duke udhëzuar të humburit, duke u shërbyer atyre në të gjitha drejtimet që kanë nevojë, duke ndihmuar ata të rregullojnë çështjet e dinjas dhe të fesë, duke dashur për të tjerët atë që e dëshirojnë për veten tonë dhe të urrejmë për ta atë që e urrejmë edhe për veten tonë. Pikërisht ata që përpiqen dhe i plotësojnë këto cilësi kanë hyrë asaj rrugë të vështirë, që do të nxjerrë në lumturi të paimagjinueshme. Këta janë ata që librin e veprave të tyre do ta marrin nga e djathta, siç thotë i lartësuari. E gjithë këta do të jenë të lumtur. Këta janë të anës së djathtë. Arsyeja është se këta përpiqen që të plotësojnë detyrimet ndaj Zotit dhe ndaj krijesave. Ata gjithashtu largohen nga haramet e Zotit. Pikërisht kjo është rruga e lumturisë dhe kënaqësisë së përjetshme. Ndërsa ata që nuk ndjekin këtë rrugë, por zgjedhin mohimin dhe shpërfiljen e porosive të Zotit, ata kanë tjetër trajtim. I Madhruari thotë: ata që nuk besojnë në argumentet tona, ata do të jenë fazi. Ndërsa ata që nuk i besojnë argumentet tona, janë të semajtës. Mbi ta është një zjarri i mbyllur, përvelues. Ata i shpërfillen dhe flakën pas shpinë e porositë dhe këshillat e Allahut. Ata nuk e besojnë Allahun dhe asgjë që ai urdhëron të besohet. Ata nuk bëjnë veprat e mira sipas besimit të drejtë dhe nuk i mëshirojnë krijesat e Zotit. Këtyre do t'u jepet libri i veprave të tyre nga e majta, shenjë kjo se i pret dëshkimi i dëmshëm. Ata i pret izolimin e zjarr, ku do të jenë të mbyllur pas së kurash dhe kur nuk do të shpëtojnë prej tij. Ashtu të burgosur në zjarr do të ndeshkohen dhe do të vuajnë të dëshpëruar. Këtu përfundon komenti i surës Belet. Falënderimi i takon vetëm Allahut të Madhruar. Ata do të jenë në zjarrin e mbyllur. U tefsiru sure El, Belet, ajet 19.